Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allah subhanahu wa taala. Mëshira Allah që mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Elusim Allah subhanahu wa taala që ta bëj këtë tubim, që të hinë në rahmetin dhe mëshirën e Allah subhanahu wa taala, e mos në ndaj për këti veni veç se të na i falë gjunat, ashtu si kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Me lejnë Allah subhanahu wa taala do të nxjerrmi disa prej dobive të cilat Allah subhanahu wa taala i ka sjellë në Kur'an, në suratul Maryam, duke folur për një prej pejgamberëve të Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala ndonjëherë ka sjellë shembuj të njerëzve të mirë në Kur'an, ose shembuj të pejgamberëve ka sjellë në Kur'an, ose cilësi të njerëzve të mirë, cilësi të pejgamberëve ka sjellë në Kur'an, me ato cilësi që është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala, ose me ato porosime të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka porosit njerëzit të cilët i ka dashur më tepër me. Dhe me ato porosi që Allahu subhanahu wa taala i ka porosit pejgamberët e tij para ardhes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse ato porosi janë tamam të vlefshme edhe në shariatin e pejgamberit alaihi wasallam, ato janë obligative për neve. Përveç se bën përjashtim ndonjëherë, nëse ndonjë rregull ose ndonjë porosi ka qenë për një pejgamber për kohën e tij, për vendin e tij kur ka jetuar, por me ardhen e me shariatit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kjo është anuluar ose është ndryshuar. Përndryshe derisa mbesin ato dispozita në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato dispozita vlen edhe për neve. Argument për këtë është fjala Allah subhanahu wa taala ku thot për Ibrahimin alayhi salam, wa lakum fi Ibrahim uswatun hasana, ju keni shembullin më të mirë të Ibrahimit alayhi salam. Në aspektin e besimit, në aspektin e zbatimit të këtij besimi dhe në aspektin e largimit nga çdo lloj që adhurohet përveç Allah subhanahu wa taala. Këto sure ose këta ajete Allah subhanahu wa taala i ka pruar disa tregime, disa cilësi, edhe disa porosi të cilat i ka pas për një pejgamber i cili e kishte emrin Yahya. Ishte djali i Zakarijës alayhi salatu wassalam. Ishte prej pejgamberëve që Allah subhanahu wa taala i ka përmend Kur'an me emra dhe i ka përmend Kur'an këshillimet që Allah subhanahu wa taala ka dhënë atij. Thot Allah subhanahu wa taala, ja Yahya, o Yahya, khudhil kitabe bi quwwa, kape libran me fuqi, me forcë, me vendosmëri. Wa ataynahu hukma sabiyya, na i kemi dhënë urtësi Yahya, thot Allah, qysh kur qen i vogël. Wa hanana min ladunna, edhe i kemi dhënë butësi prej anës tonë, wa zakaten, edhe ka qenë i pastërt në aspektin e shpirtëror, në aspektin trupor, në aspektin e gjunave, në aspektin e kufrit, wa kana taqiya, ka qenë njëri i devotshëm, Yahya alayhi salatu wasalam. Wa barran bi walidayhi, edhe ka qenë respektues ndaj prindëve të vet, wa lam yakun jabbaran asiya, e nuk kon me një madh gjunaqar. Pra këto janë disa prej cilësive të cilat Allah subhanahu wa taala ka dhënë Yahya alayhi salatu wasalam, e disa prej porosive. Pra përkthimi komplet është, o Yahya, merre librin me fuqi, se na të kemi dhënë ty urtësi duke qenë i vogël herët. E të kemi bë më kon i butë edhe i pastërt, e të kemi bë më kon i devotshëm, e të kemi bë më kon respektues ndaj prindve, e mos më kon me një madh gjunaqar. Pra që të çështja duhet me i pas gjithë se cili prej muslimanve, nëse dëshiron më krahasue ose më afrue tek njerëzit të cilët i ka dashur Allah subhanahu wa taala dhe i dën. Dhe çështja e parë që ka përmend këto ajete Allah subhanahu wa taala është çështja e të kapurit për librin e Allah subhanahu wa taala. Ja Yahya khudhil kitabe bi quwwa, o Yahya, merre librin që do hap me fuqi.
Çfarë do të thonë me fuqi? Ka përshtrengoj librën apo po qëndro, puno me këtë libër edhe bën i fuqishëm. Mos bën njëri i ulatshëm. Mos bën njëri mos më kon stabil, po bën njëri i cili kemë punuar me këtë libër derisa të jep Allahu subhanahu wa taala imër. Për të ka thonë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allahu subhanahu wa taala do të më adhuru, do të më punuar me Kur'anin me sunetin e pejgamberit sa sa derisa të na vjen vdekja. Se nuk është kjo fe e një sezone, fe për 2-3 muaj më bë musliman i mirë, më bë pasuesi i sunetit pejgamberit alayhis salam, asnjë s'ka problem. Ose më bë musliman i mirë për derisa është çështja në rregull, nuk kemi probleme, nuk kemi ne fashtypje, nuk kemi ndonjë presioni, derisa jemi të hongër të pi krejt jemi musliman të mirë pasues sunetit pejgamberit alayhis salam. E kur të vinë vështirësitë më u tërheqen prej çështjeve të cilat i kemi mësuar dhe kemi besuar, dhe më munduar me gjithë arsye me ndryshuar fjalë që ka thënë Allahu në Kur'an edhe pejgamberi alayhis salam në hadith. Por kjo fe është do të më konë me neve derisa të na vjen momenti me e dhon shpirtin. Për to ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Vërtet ata të cilët kanë besuar, janë bërë musliman, kanë thënë Zoti jonë është Allahu subhanahu wa taala. Thumma istaqamu, pastaj janë përqendruar në këtë fe. Pastaj i kanë ngul këmbët e tyre në fell në këtë fe, nuk janë hulat më. Nuk ka thënë se Zoti jonë është Allahu derisa mos jem problem. Si të jem problem, më ditë a është Zoti jonë Allahu ajo. Zoti jonë është Allahu derisa nuk na vjen problemi i rrezikut, ose derisa nuk na vjen problemi i punësimit, ose derisa sa nuk kemi problem me organet e sigurimit, ose me tjera, Zoti jonë është Allahu. Ase na vijnë këto probleme, do të më këshyr se a është Allahu ose është. Ja, nuk jam këta besimtar. Besimtar tha Allahu subhanahu wa taala, të cilët e meritojnë me përgëzuar Allahu me xhennet para se me vdek, janë ata të cilët e kanë besuar Allahu subhanahu wa taala dhe kanë qëndruar fuqishëm këtë fe. Që çdo të bëhet me këta nuk e kanë jetë me as me menua se duhet me lëshu pepër kësaj feje. Që çdo të ndodh me këta. Edhe shembull për neve janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata besonin në Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe atynve masi që besonin në Allahun ju vinin sprovat për më të ndryshmeve. Mirë po kërkush për tyre nuk është mendua me gjithë arsyetim a më mundua me zbut këtë fe, a më mundua me zbut fetvata meselet për shkak me u largue prej brenga ose prej sprovat të kësaj dynjaje. Dhe të kapurit për librin e Allah dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është çështje e vështirë. Për atë Allahu subhanahu wa taala në çështjen e parë, në këshillën e parë, në urdhëresën e parë, i thot Yahya alayhi salatu wasalam khudhil kitabe bi quwa, ka interesov shumë për të punuar me libër. Me atë që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Çështja e parë më e rëndësishme është më kapën për librin e Allah dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por shkak se ai që kapet për librin e Allah dhe sunetin e pejgamberit alayhis salam nuk ka me hupën kurrë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, i kom lënë të ju dy çështje. Kur nuk keni me hupën nëse kapni për ato dyja. Thanë shokët e pejgamberit alayhis salam, cilat janë ato ja Rasulullah? Tha kitabullah, libri Allah subhanahu wa taala, wa sunnati rasulihi dhe sunneti pejgamberit atij sallallahu alaihi wasallam. Pra çdo kush për njerëzve i cili kapet për Kur'anin dhe suneti, për tekste, dhe nuk punon, as nuk beson, as nuk flet vetëm se ajo që ka në tekstin Kur'an dhe sunetin e pejgamberit alayhis salam, ai nuk ka me hub kurrë, as në dynjë, as në ahiret, gjithmonë ka me fituar. Por se masi fiton njëri kaq shumë këtë fitim të madh, nuk ka dyshim se ka me pas edhe pengesa. Atëherë njerëzit të cilët kanë mos provuar mas tepërme janë ata njerëz të cilët ka përfuqishëm për librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith kanë me ardh kohëna që ai që kapet për tekste, ai i cili punon me tekste, me ata që ka thonë Allah dhe pejgamberi alaihi wasallam, ai që e mon fen ashtu që duhet është sigurisht që u ka për gocë.
Në më thonë se me punua me Kur'an edhe me sunet, që është me tekst, që ka thonë Allahu, ashtu kanë me ordre thonat, ashtu kanë me rrjedh gjonat që ai që kapet për Kur'an edhe për sunet ka më konë sikur ai që ka për goce. Në më thonë ai që kapet për goce, a kanë me bojë minister e drejtor, a goca ka me djeg ato. E vërtet është se ai që ka e kap gocën dorë e ka me djeg. Dhe komenti direkt i kësaj është se ai i cili punon me librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka mu djeg. Në më thonë ka me pas vështërsinë këtë dynjë. Dhe kjo vështërsi ose ka me bë ato me lëshua gocën, e me lëshua sunetin e pejgamberit dhe me lëshua librin e Allahut, e me pështua për këtën e sprovave, ose ka me mojt këto sprova, e ka me mojt gocën e ka me vazhdu mu sprovue. Dhe çështja është kështu, nëse ne kapmi për librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit alayhi salam, kanë me arsh provat. Dhe për neve janë dy zgjedhje. Ose kemi me lëshue, me punue me Kur'an e me sunet e kanë mu largu sprovat, kemi jetuar sigurt këtë dynjë të qetë, pa probleme që na vinë nga ata që nuk janë musliman, ose kemi mu mojt për librin e Allahut subhanahu wa taala dhe me vazhduar sprovat për neve. Ai që e ka vendosur për në me hinë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, ma mirë i dëron sprovat e kësaj dënjohë sa mos dëruar zjarmin e xhenemit. Dhe çështja e argumenteve, çështja e teksteve, çështja e librave është sikur çështja e gocës. Ai i cili ecë sipas teksteve është sigur ai i cili ka kap gocën. Gocën me mojt dorë djeg, edhe me ecë sipas teksteve ke mos provue. Nëse dëshiron mos provue, se dikush lodhet me 2-3 sprova, edhe e lëshon gocën, ajo lodh të e mojt librin e Allahut subhanahu wa taala sunetin e pejgamberit alayhi salam, edhe e ka lëshuar punën me këto tekste. Dhe Allah subhanahu wa taala tregon Kur'an se shumë prej njerëzve edhe prej Bani Israilve, prej jahudive dhe krishterëve, njerëzve të cilëve ju ka dhënë Allahu libra përpara, ata punonin me ato libra derisa nuk u sprovonin. Kur u sprovonin, e lëshonin librën e nuk punonin me te. Ose kur ju vinte ndonjë interes, e lëshonin librin, nuk punonin me te, ose mundoheshin me shpjeguar librën sipas interesave të cilat i kanë pas. Pra të shifni se jaudita dhe krishterët e kanë komentuar të vratë në Injilin sipas interesave të veta. Nëpërmjet ajeteve të cilat i ka prua Allahu në Kur'an për zeqatin, ato i shtremon në ajetin e zeqatit dhe thonë se zeqati ju takon këtynve. Është halal me marrë zeqatin këta vetë, me përfitua për zeqatit popullit. Për këto ka thonë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an shumica prej krishterëve, priftave, edhe atërve ato gjallorëve, që me thonë djetarëve të jahudive, e kanë pasunien me haram, të i rrejt popullin çështën e sadakas, e të i rrejt popullin çështën e zeqatit. Pastaj i falsifikonin ajetet ose i shtremonin ajetet për mi dhon autoritet vetëve të tynve. Për me vendos ata ligja atë që është haram e atë që është halal. I ndronin ato që ka prua Allah në Kur'an halal, ose në Tevratën në Injil halal, ato që i thonin pejgamberët ose që kanë thonë përpara, për mi dhon autoritet vetës tynve që këta më konë elita e njerëzve, ose më konë këta njerëzit të cilët dëgjohen. Edhe shifni se sot mundohen njerëzit me sjell argumente se u takon njerëzve më dhon ligje, edhe duhet me ndihmu ata njerëz të cilët japin ligje përveç ligjeve të Allahut dhe suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëre kanë ndonjë interes, ose interes dynjos, ose interes pasunie, ose kanë ndonjë interes pushteti, ose vjen çështja e tretë, kanë frikë. Për shkak se disa njerëz e kanë shtrëmuar fen, apo i munua me keq interpretuar fen për shkak të frikës që e kanë pas ndaj atyrve të cilët kanë qenë me autoritet dhe me fuqi. Mirë po ata kanë harru se pejgamberi alayhi salam ka thonë kush beson ditën e Kiametit, në të fol mirë ose në të hirsht. Dhe kjo hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëse vlen për çështje të thjeshta, ai edhe më tepër vlen për çështje të cilat kanë në Kur'an dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam kush mundet për juve me fol mirë në të fol, kush nuk mundet me fol mirë në të shumë mos fol hiç. Kjo është për bisedat e thjeshta. Nëse s'ki me fol dhe nëse mirë, mos fol kur gjë, me fol ato shka nuk është keq, me fol ato shka është gibet, me fol ato shka orren, me fol ato shka është shpifje, rrejq mos fol. Tash nëse jem të fol për Kur'anin tash, kush mundet me shpjegua Kur'anin drejt, edhe hadithin e pejgamberit alayhi salam da shpjegon drejt. Kush nuk mundet me kallzu drejt se ka presion ndoshta,
ose ka frikë, ose ka në interes, ose ka në pozit, që me thonë atina, të shtremoje këto për interesat tua, a me thonë atina për ty shumë ma mirë, mos me fol hiç. Për shkak se vallahi mos me fol ata të cilët kanë frikë, njerëzit, masa thjesht kanë me marrë diturien për atyre të cilët nuk kanë frikë. Pa ata të cilët kanë frikë, folin emën të fesë dhe i përzin çështjet, i bën mjegull të populli thjesht, për shkak se dalin dy mënyra, ose më tepër se sa dy, që interpretojnë ligjet e Allahut, fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj populli habitin, disa shkojnë mas atina, disa shkojnë mas tina. Disa mendojnë se kjo ka më drejt, disa mendojnë se kjo ka më drejt. Dhe çështja është shumë e thjeshtë. Nëse ata të cilët kanë frikë me thonë të vërtetën, ose kanë ndonjë presion me thonë të vërtetën, ose ngjashme me të, nëse ata nuk folin, hiç nuk folin, se ma mirë është mos me fol, se sa mos me fol atë që nuk është drejt. Atëre tek njerëzit të thjesht mrin fjala atyve të cilët nuk kanë frikë. Për shkak se vazhdimisht Allahu subhanahu wa taala që njerëz të cilët nuk i friksohen kërcënimeve të kërcënuesve, atëre kur është fjala për librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëre këta mos me folen ata të cilët nuk kanë frikë kërkona përveç Allahu subhanahu wa taala, edhe tek njerëzit është çështja e qartë e ditshme. Për këtë tha Allahu subhanahu wa taala ja Yahya khudh al-kitaba biquwa, o Yahya, në çështjen e argumenteve ki kujdes. Çështjen e argumenteve ki kujdes, puno me argumente. Edhe duhet me pas fuqi mendore, edhe duhet me pas fuqi shpirtërore, me punu me argumente, për shkak se është e vështirë. Atëherë përgatituni që të punoni me tekste. Edhe nëse puna me tekste ju sjell ndonjë problem, ndonjë rrezik, edhe nëse me lëshu tekstet fitoni ndonjë autoritet, edhe nëse me lëshu tekstet fitoni ndonjë pasuni, lënë këtë çështje. Për shkak se fitimi i madh është me fitu te Allahu subhanahu wa taala në këtë dunjë. Wa ataynahu hukma sabiyya, thotë Allahu subhanahu wa taala, e kemi dhënë urtësi atina që do koni i vogël. Dhe këto është çështja e dytë e përgatitjes gjeneratave të muslimanëve. Se muslimanët duhet me kaluar në për periudha pastrimi, e në për periudha sprovave të fuqishme të mëdha, derisa të arrijnë me meritue fitoren e Allahut subhanahu wa taala. Patjetër se ato gjinoa duhet me i la, edhe patjetër se duhet me kalu në sprova të fuqishme, derisa ta meritojsh ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe shihni se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fillim janë sprovuar më të madhe shumë me sprova për matronave, derisa e kanë arrit nivelin që Allahu subhanahu wa taala më avqua shariatin atyre. Dhe prej metodave të pastrimit gjeneratave është na me u penduar për vetë më përmirësue me atë që kena mundësi me zonë, dhe me u kujdes për fëmijët e tanë pejnë fillim me i nisë ata të pastër. Për shkak se nuk janë njëjtë sigur ata të cilët janë linë në islam, edhe nuk kanë dalë kur për islamit, para se me hinë moshë madhore kanë ditë të gjitha rregullat fetare, se sa ata të cilët kanë qenë në rrugën e devijume, kanë qenë në përgabime të fuqishme, pastaj janë kthyer në pendu te Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo, sikur se tha Ibn Umar radiallahu anhuma, Allahu subhanahu wa taala i ka lëvduar në Kur'an disa prej muslimanëve. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith, 70.000 vetë prej ummetit tem kanë me hije në xhenet bila hisabin wala adhab, pa i llogarit Allahu hiç, pa i marr llogari, edhe pa i dënuar hiç. Pastaj e pyetni njerëzit Ibn Umerin radiallahu anhu, a thu se kush kanë më konë që të 70.000 njerëz? Çfarë cilësi duhet me pas të 70.000 njerëz për me hije në xhenet, pa dhënë llogari dhe pa i marrë pyetje Allahu subhanahu wa taala? Ibn Umar tha, nëse nuk janë ata të cilët janë linë në islam dhe kanë vdekur në islam, nuk e di kush janë ata. Do thonë, nëse nuk janë ata njerëz të cilët kanë linë në islam, edhe prindët e tyre në kujdes vazhdimisht me mësuar rregullat e besimit, edhe rregullat e fesë, çështjet të cilat afrojnë te Allahu, edhe mu largu prej çështjeve të cilat çojnë në xhenem, e kanë vazhduar kështu, nuk e di tjetër kush janë. Pastaj ka mendime të tjera se ata janë ansar muhaxhirët, ka transmetime tjera se ata janë luftëtarët e Bedrit dhe tjera transmetime, por se mendimi Ibn Umar është se ata janë njerëz që kanë linë në islam, edhe i kanë jetuar në islam dhe kanë vdekur si musliman. Por ta është e rëndësishme për neve mu interesu për fëmijët e tanë me mësue fen pejnë fillim. Ata mos me pas kontakt me kufrin hiç.
as mos me pas kontakt me gjunat e mëdha hiç me ditë pe para kohë. Dhe kjo është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thon hadith: "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a." Urdhnoni fëmijët e juve më fal namaz kur të kenë 7 vjet. Edhe rrehni ata nëse nuk pranojnë më falës, nëse pretojnë më falës, nëse ashtin hilen kur të bëjnë 10 vjet. Në mënyrë që kotin kënë moshën madhore më koni përgatit hazër me namaz. Mos më bëhe se kur tin moshën madhore njerë mos më falë me ronë kufër, pastaj më janë ishë me mësu abdesin namazin, pastaj janë e zëmi hinë fejnë islam. Wa atejna hukmë sabija, thëtë Allahu, e kemi përgatit Jahjan a.s. qysh duke koni vogël. Edhe ne më interesu me përgatit fëmijët e tonë prej në fillim, qysh që të në vegjel, me lena Allah subhanahu wa ta'ala rezultatit e ata ka më konë maj madhë, se sa ata të cilët e kanë zonë fejnë atëherë kërë kanë zonë, por se na falendrujmë Allah subhanahu wa ta'ala, kuna do që ja ka mundësu më pëndua qoftë edhe një moment para se me vdek. Wa hananen min ledunna, dhe thëtë Allah subhanahu wa ta'ala e kemi ba Jahjan, më konë njeri i mëshirshëm, më konë njeri i but, më konë njeri me vërtyta me cisit nalta. Dhe më konë njeri u i but, nuk do me thonë më konë sufi e dervish. Po më konë i but, do me thonë më konë si ku ka thonë Allah në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith. Për shkak se disa prej sekteve grupet devijume, butësin edhe sot janë të munu me shvlëtzue për ju më shërbyja armiqve të Allah subhanahu wa ta'ala. Me shtremua çështjen e butësisë, se Allah subhanahu wa ta'ala ka lip në Kur'an për neve më konë të butë. Mos më konë njerë të eger, mos më konë njerë që të kalojnë kufit, mos më konë njerë zullumqarë të ka lip Allah subhanahu wa ta'ala për neve. Por nëse donë me e keq interpretua këtë çështje shumë letë, atëre mund është me thonë, nëse muslimanve u vritën fëmijët e tyre vajtë më koni but me bë sabër, s'ka problem. Nëse u dhunohen u mirët nderi grave, vërzat tyre ata do të me bë sabër, s'ka problem. Nëse i mirët pasunia territor të muslimanve, ata më konë të but se Islami është paq. Nëse vjen dikush me qufarve dhe shkel Kur'anin, mos bonzon se ti do të më koni but. Nëse ata e shohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ti s'ka keni nevojë më të nxjerr gjakun, s'ka nxjerr gjakun. E ka shoh, muslimanët më koni but. Nëse vinë ata i urxojnë xhamiat e muslimanëve, me më konë shumë but, më konë gjak ftoft, i urxojnë muslimanët më konë me paq. Dhe kjo është më ndihmue armiqve të Allah dhe armiqve të Islamit. E kjo është me shtremue cilësien e butësisë. Nuk ka njeri ma i butë se sa ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por a ishte i butë aty ku e lipte nevoja dhe aty ku e ka urdhënuar Allah subhanahu wa ta'ala me butësi, dhe ishte tepër e ashpër me ata të cilët i thenin dispozitat e Allah subhanahu wa ta'ala. Për këtë të transmetohet se Aisha radiallahu anha një herë në kohën e veti pa disa njerëz, të cilët të paraqiteshin sikur më konë asket, më konë zahida, më konë njerëz të cilët nuk hipën pas jetës së dunjoje. Dhe ato i veshnin teshat e tyre me harna, teshat e vjetra, edhe hecin si më konë të krylaft. Dhe thonin për veshmi teshat e vjetra me i përngja Omar ibn al-Khattabit, se Omar ibn al-Khattabi prej modestisë që ka pas, edhe kur ka qenë khalife i muslimanve, thuhet se gjybën e ka pas me ma shumë se 20 harna, me ma shumë se 20 copa. Kur i ka pa Aisha radiallahu anha këta, e të dosh me shtremue cilësinë e butësisë, edhe me anveshtë Omar ibn al-Khattabit tha, wallahi ju jeni të rrejt. Se Omar ibn al-Khattabi me teshat e arnume ka bo gjihad e ka shtiru Kudsin. E nuk ka nejtë si kër ju që qanë e më shtremue, e me ilan që fort me hi me morë dhe qabën dhe gjamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Omar ibn al-Khattabi për me ka qenë i but mirë, po kur ka sjell, kur ka dhonë shumë blok, Omar ibn al-Khattabi ka dridhat njerët cilën e ka goditën. Për ato Omar ibn al-Khattabi ka pas butësi, po butësi aty ka urdhënuar Allahu, dhe ka pas arshpërsi kundër atyre me të cilët e ka urdhënuar Allahu subhanahu wa taala me pas arshpërsi. Dhe fundi i kësaj na është ajeti në të cilin Allahu subhanahu wa taala i lëvdon shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala Muhammedun Rasulullah, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi Allahu subhanahu wa taala, walladhina amanu ma'ahu, kurse shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ashiddau 'alal kuffar, kanë qenë shumë të ashpër me ata që nuk janë musliman,
e kanë qenë të butë kur është puna në mes vete. Dhe tash të njerëz të cilët dëshirojnë me shtremu këto argumente, janë shumë të ashpër me muslimanët, edhe në fjalorin e tynve, edhe në sjelljet e tynve, në punët e tynve kundër muslimanëve, të cilët mundohen me sipas teksteve, shumë të ashpër. Shumë ashpër i dënojnë ata, edhe i luftojnë ata, edhe folin kundër atyre në dersat e në librat e tyre, edhe në mezhliset e tyre, kurse me ata të cilët nuk janë muslimanë janë shumë të butë. Dhe kjo është ndrimi i çështjes, se muslimani duhet të qenë i butë me muslimanin, e duhet të qenë i ashpër me ata që nuk janë muslimanë. Po edhe me muslimanët të cilët i thënë rregullat e Allahut, edhe i thënë sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, urnat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse tregomi të butë atëherë kemi shkel mbi fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, Allahu subhanahu wa taala ka bërë rregull ligj që ai që është i martuar me bon zina duhet me myt atë me shtien dhe deri në qafe me gjyt me gur derisa të vdes. Vjen një i martuar me bon zina, më thon atë butë me pas bën me dënu këtë njeri. Kjo krim me gjyt njeri me myt me gur, çka më bë? Mos të Islami thret në paqe, thret Islami është i butë. Çfarë më bë këtë leje? S'bën me dënua. Vjen tjetri Allahu subhanahu wa taala ka bërë rregull ata që vjedhin shumën e caktuar me apre dorën. Edhe vjen të na vjedh një njeri me apre dorën, po krim kjo punë ekstrem, do të më lon. Vjen tjetri e myt tjetrin, edhe s'do të më myt, vjen tjetri edhe i bën të gjitha veprimet e tjera, edhe na duke i rrejt popullin se nuk na duhet të qenë të butë, po nuk ka dashur, shkelmi mbi ligjin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë besimtarit duhet me qenë i butë me ata që janë besimtar, edhe me qenë i ashpër atëherë kur thënë unat e Allahut dhe unat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e në veçanti mos me qenë i butë me ata që nuk janë musliman, për shkak se Allahu subhanahu wa taala ka thënë Kur'an ha ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum, ju po i doni ata që doni juve hiç. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi, ja besoni ju librin atyve. Thashtë e bëj sa kërëvojni, kurse kuptimi ajetit është se ata nuk e besojnë librin e juve kur gjë hiç. Allah subhanahu wa taala thot ata që folin me fjalët e veta, e kallëzojnë armiqësinë që e kanë ndaj muslimanëve. Wa ma tukhfi sudurum akbar, e çka kanë zemrat e veta ata kundër muslimanëve, është shumë më e madhe se ato që e flasin. E çysh don më konti i butë edhe mik me atë i cili flet kundra te, kundra Allahut ton, kundra pejgamberit ton, edhe kundra dhimbës tone, kurse çka ka në zemër është shumë më e madhe se ato që ka fol. Wa kana taqiya, thot Allahu subhanahu wa taala ka qenë Yahya njeri taqwa. Dhe taqwa ka thënë Ibn Qayyim rahmetullahi alayh, taqwa është ai njeri i cili i kryen urnat e Allahu subhanahu wa taala dhe largohet prej harameve. Kjo është taqwa, kjo është njeri i devotshëm. Thot Ibn Qayyim nuk është njeri i devotshëm ai që çon namaz. Por njeri i devotshëm është ai i cili i kryen urdhat që ka pranuar Allahu dhe largohet prej harameve. Kjo është njeri i devotshëm. Dhe kështu ishte Yahya alayhi salatu wasalam. Dhe do të më munduar gjithsesi prej muslimanëve me kanë nivel kryerjes detyrave me të cilat na ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe më kanë larg prej asaj që na ka ndaluar Allahu dhe asaj që na ka ndaluar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Nëse kështu bojnë muslimanët, ata janë njerëz të devotshëm. Wa barran bi walidej, dhe thot Allahu Yahya ka qenë shumë u sjell mirë me prindët e vet. Dhe sjellja ndaj prindve është rezultat ose është sukses për me arrit rezultatin të ardhmen, e mos sjellja e keqe ndaj prindve është pengesë mos me mujt me arritën rezultatën të ardhmen. Dhe kjo në fillim duket çështje pak se e pakuptueshme ose pak e vështirë. Nëse sillesh me prindrit e tu mirë, ke me mujt me arrit rezultatën të ardhmen. Nëse nuk sillesh me prindrit e tu mirë, nuk mund me arrit rezultatën të ardhmen. Saqë Allahu subhanahu wa taala tha dhe nëse prindi janë mushrikin, janë qofar, edhe polimezojnë en tushrik billahi ma laysa laka bi ilm, me i bë shok Allahu subhanahu wa taala, fala tuti'huma, mos i ngo ata. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, kurse në çështjet e dunjos me ata sillu mirë. Ka se kanë ardhur disa transmetime për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët nuk sjellën mirë me prind, Allahu subhanahu wa taala nuk ka më mundsuar me marr pjesë në xhihad në çlimin e Palestinës. Ata një prej shkaqeve pengesave
që e pengon muslimon me arrit qëllimet nolta është sjellja e keqe me prind. Nëse sjellësh keq me prindët tu në veçanti nëse ata janë musliman, kjo bëhet pengesë për me arritën ti vlera ose punë të mëdha. Se kur janë ato marrja pjesë lufi sebilillah ose mësimi diturisë dobishme që ka në Kur'anin dhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose prania e jote më kon popull për shkak se ke pas mangësi me usjell me prindrit e tu mirë. Dhe sjellja ndaj prindve është me ditë falënderimin ndaj atij që të ka bë mirë. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Allahu subhanahu wa taala ka dhënë urdhër mos me adhuru kërkon përveç Allahut edhe me prind me usjell mirë. Kanë thonë komentatorët e Kur'anit për shkak se prind janë prej krijesave që të kanë bë mirë më shumë të tyje. Janë kujdes për tyje para se me lindën ti. Pastaj e kujdes për ty kur s'ke pas mundësi me ushqye, ata të kanë ushqye. Kur s'ke pas mundësi me ec, ata të kanë mësuar me ec. Kur nuk e pas asnjë mundësi, ata kanë dhënë kontribut për tyje dhe kjo vlerë. Qysh mas një kohë, mas 15 vjetëve ose 20-ve, ti mundesh me akty ato me të keqe. Ati që të ka një muë kur ke lind, ati që të ka dhonë me hongë dhe me pi, ati që të ka mësua që është dhe dënjos, me aktyti me ato që është dhe keqe. Dhe ai cili nuk din me ja u kthye njerëzve me të mirë, atyre që ka bë mirë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky nuk din mas Allah subhanahu wa taala me falënderuar. Për shkak se është prej njerëzve i cili shkel mbi të mirat që kanë bërë të tjerët. O alem jekun gjebbarun asia, dhe cilësit e fundit, thot Allah subhanahu wa taala për Jahjan, nuk u kon me një madh, as nuk u kon gjunaqar. Se më kon njeriu me një madh është haram, këtë Allah subhanahu wa taala ka sjellë në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith. Allah subhanahu wa taala ka thonë Kur'an: "Innehu la yuhibbul mutakabbirin." Allah nuk i don ata që janë me një maj. Edhe Lukmani kur e ka këshilluar djalin e vet, i ka thonë: "O djali jam, mos u bë me një madh, mos ec me një masin tokë se s'bën është haram." Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaloi me një masin në të gjitha rastet, përveç atyre të cilët morin pjesë në luftë kundër atyre të cilët e kanë shkel fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në thanë gjitha rrethonat e tjera me një masin është ndaluar, përveç me u treguar i vrashta me një madh kundër atyre të cilët e pengojnë këtë fe, këto është e lejuar. Edhe nuk u kon gjunaqar, por shkak se gjunat janë pengesat për me mrije të bereqeti dhe suksesi Allahut këtë dinjë dhe në ahiret. Gjunat janë pengesat që të pengojnë, ose me mësu e fen, ose nëse mëson të pengojnë me kuptu atë cila është e sakt. Për shkak se tu ka dy çështje, mësimi i fesë në një, edhe kuptimi asaj që është e sakt në dy. Mësimi i fesë është i vështirë dhe nuk mundet me bë vetëm ai i cili është i përkushtuar. Kurse gjetja asaj e cila është e sakt është edhe më vështirë, nuk mundet me bë vetëm ai i cili mundohet me u largu prej gjunave. Nga se Imam Shafiu ankuar një herë te hoxha i vet se nuk mundet me mësua për mensh, hoxha i vet e këshilloi, tha: "O djalo shiri, ruaj prej gjunave, për shkak se gjunahet janë errësirë, kurse dituria që ka në Kur'an edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është dritë. Allah subhanahu wa taala dritën e vet nuk ja jep atyre të cilët janë gjunaqar. Atëri përmbledh me të gjitha këto këshilla të cilat Allahu, cilësitë të cilat Allah subhanahu wa taala ka sjellë për Jahjan, dhe lusim Allah subhanahu wa taala që të na jap këto edhe neve. Për atyre lusim Allah subhanahu wa taala që të na mundson të kapmi fuqishëm për librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Të edukohemi për vete edhe të mundohemi me edukuar dhe fëmijët e tonë ato që don Allah dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Me qenë të butë dhe më konë të pastër në aspektin e kufrit dhe të shirkut. Dhe më bëtë devotshëm, më largue prej harame me kry ato që ka urdhëruar Allahu. Më konë prej atyre të cilët sillen mirë me prindrit e tyre, e mos më konë me një madh dhe gjunaqar. Këtu e përfundojmë duke lutur Allahu subhanahu wa taala që na shpërblen për atë që e kemi qelluar, e të na fal për atë në cilën kemi gabuar. Wa qulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum. فاستغفروه لكل ذنب